Armen Taravari vazhdon të jetë ministër. Do e shohim deri kur, edhe tani ditë. Keni caktuar në miqësi Ne jemi të akorduar për timingun dhe dinamikën e veprimeve të cilat do të merren në ditët në vijim, por ajo që është me rëndësi që e kemi thënë bashkëpunim me BD-n dhe qeverinë nuk ka, dhe këtë e kemi të akorduar edhe me kryeministrin dhe sigurisht në këtë drejtim ditën në vijim do të ketë edhe veprime konkrete. Ne kemi thënë që Alianca për Shqiptarët është element i rëndësishëm i koalicionit Vlen, bashkë e bëm ndryshimin dhe bashkë vazhdon betejë që edhe në zgjedhjet lokale qytetarëve të ofrojmë kryetarë të komunave të cilët do të jenë menaxher të mirë dhe të cilët do të mundin të shfrytëzojnë këto mundësi që ja ka dhënë kjo qeveri për të investuar në të mirë të qytetarëve. Ne po e shohim në opinion që Ministri Arben Fetau është zëri ndryshe nga disa veprime të kryetarit të Aleancës. Ne urojmë që ky zë ndryshe në Aleancë të jetë i fuqishëm dhe sigurisht edhe një herë ne do të dëshironim që edhe më tutje Aleanca për Shqiptarët të jetë pjesë e koalicionit të Vlen, pjesë e qeverisë, por në asnjë moment me element të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë me Ali Ahmetin dhe BD-n. Ndron veç Armen Taravari ka promovuar Limoni si kandidat mundshëm për komunën e Vustivarit. Ndërkaq ka thënë se nuk të rriqet edhe nga lista e këshilltarëve. A është më kjo veç rrugë e mbledhur? Unë e thash pra element të cilët bashkëpunojnë me BD-n nuk kanë vend as në qeveri dhe as në koalicionin Vlen, por Alianca për Shqiptarët për ne është element i rëndësishëm, është pjesë e rëndësishme e ndryshimit dhe ne urojmë që Alianca për Shqiptarët edhe më tutje të jetë pjesë e koalicionit Vlen dhe sigurisht edhe pjesë e qeverisë. Si do vepronin disa komuna ku bashkëpunimi edhe me BD-n është domosdoshëm, për shembull, ke Paramenicë, të Kërshova. Fatkeqësisht në këtë periudhë kemi qenë më shumë të përkushtuar në definimin e relacioneve brenda koalicionit Vlen. Tani ajo temë është e përmbillur. Në ditët në vijim do të kemi takim të kryesisë së Vlenit dhe do të bisedojmë edhe për procedurat dhe hapat e më të tjeshëm në drejtim të përcaktimit të kisha thënë hapave dhe procedurave për përcaktimin e kandidatëve në gjitha komunat dhe sigurisht një temë e rëndësishme do të jenë edhe komunat ku gara do të jetë më e ngushtë dhe ku ne do të kishim dashur që aty të jenë kryetarë të ardhshëm ata të cilët përfaqësojnë shumicën e qytetarëve në ato komuna dhe këtu sigurisht që ne do të marrim veprime të cilat do të jenë në interes dhe në drejtim dhe në funksion të kësaj që e thash më lart. E pas e ka mnogo prašanja be skoji.